Në kuadër të ditës botërore të familjes në qytetin e fëmijëve u zhvillua aktiviteti Balonat e familjes, ku fëmijë dhe prindër u bën pjesë e një pasditeje plot ngjyra, lojra dhe emocione. Balonat shumë ngjyrshe që u lëshuan në qiell simbolizuan ëndrat, dashurinë dhe lidhjet e forta familjare. Qëllimi i aktivitetit ishte forcimi i marrëdhënieve familjare dhe krijimi i momenteve të veçanta mes prindërve dhe fëmijëve përmes kohës cilësore të kaluar së bashku. Si çdo vit, ne kemi organizuar me rastin e ditës botërore familjes 2 ditë aktivitete, normalisht ndryshe nga vitet e tjera. Sot kemi organizuar një aktivitet me balona, ku prindërit dhe fëmijët vijnë bashkë për të kaluar kohë cilësore së bashku dhe qëllimi është patjetër që të jenë më afër bashkë, të ndikojë në marrëdhënien e tyre, por dhe në rritjen e tyre gjithashtu. Dhe normalisht qyteza gjithmonë bën aktivitete të tilla që ndihmojnë në marrëdhënien prind-fëmijë. Fëmijët shprehën kënaqësinë për aktivitetin dhe emocionet që përjetuan gjatë lëshimit të balonave. Sot jam kënaqur shumë, kam ardhur te qyteza, kam luajtur me balon, jam kënaqur jashtëmase, jam shumë e gëzuar. Sot ishte një aktivitet shumë i bukur në qyteza dhe të gjithë u kënaqëm dhe u argëtuan. Sot ishte një ditë shumë e mirë me balona. Ishte dita më e bukur e jetës time. Sot erdha në qyteza dhe u kënaqa shumë me shoqen time që ngritën balonën. Ishte shumë bukur aktiviteti sot me balona. Aktivitetet në qytetën e fëmijëve do të vijojnë edhe në ditët në vijim, duke sjellë momente të tjera argëtimi dhe bashkëpunimi për fëmijët dhe familjet e tyre.